Nuk është tradhtia. Sipas Luizit, ja çfarë lëndon më shumë një femër. Një deklaratë e vjetër e këngëtarit të njohur Louise Ailey, e bërë gjatë kohës që ai ishte banor në shtëpinë e Big Brother VIP, është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale. Me humorin karakteristik që e dallon, Luizi kishte treguar se sipas tij, ekziston diçka që e lëndon një femër më shumë se sa tradhtia. Gjatë një bisede të lirshme në shtëpi, ai u shpreh: "Dy gjëra e therin femrën më shumë se tradhtia. Kjo një, se edhe tradhtinë e falin, por momenti që se durojnë është kur janë në një dyqan këpucësh, kanë zgjedhur këpucë që u pëlqejnë, shkojnë e pyesin shit se na ke numër më të vogël, dhe ajo u thot jo." Deklarata e bërë me shaka, më shumë se 2 vite më parë, është rikujtuar nga fansa për të treguar sensin e veçantë të humorit të Luizit dhe mënyrën origjinale me të cilën ai trajton edhe temat më serioze. Përveç se është i njohur për karizmën dhe natyrën e tij gazmore, Louise Ailey vazhdon të jetë një nga figurat më të dashura të publikut shqiptar. Ai nuk e ka ndalur punën e tij muzikore dhe televizive, duke treguar se përveç talentit në skenë, është edhe një nga meshkujt më të përkushtuar ndaj familjes. Marrëdhënia e tij me bashkëshorten, moderatoren Chiara Tito dhe vajzën e tyre Luna Mari është shpesh shembull frymëzimi për ndjekësit e tij. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!